Kam shumë emocione, sinqerisht, ama unë nuk kam pyetje, po desha një falenderu gjithë veteranëve që kanë sakrifiku e kanë luftu për tokën tonë. Lavdi krejt dëshmorëve që kanë jep shpirt për tokën tonë që e dojmë shumë. Edhe do me thonë në si gjenerate re që se kum përjetu luftën, faleminderit juve që na keni mundësu që tjetë që e kena sot, se pa juve na sot nuk ishim. Si po qëto ku jena. Besoj që e meritoni që bëjtë. Kur po flasim për gjeneratat, na e dime dhe jemi shumë të vetëdijshëm që lufta me gjenerata ka vazhduar dhe të vazhdoj. Lufta mes babes, babgjyshit, tash të fëmijët e mi. Po evoluimi i shoqërisë ka dëshmuar që gjithherë ka ndodhur më mirë, gjithherë është bërë më mirë. Kështu që falë kësaj botës me një teknologji inovative, ju informatat që i keni sot, më moshën e juj, na kemi qenë shumë down atë kohë. Kështu që na shpresën e kemi të ju, se si duhet të ruhet vlera për liri, shpresën e kemi të ju, se ju duhet të respektoni flamurin, të respektoni poplin, edhe të keni mundësi, ato ku ka mundësi dhe më të në autoriteti juj, mendja juj më shërby, mos hezitoni.